Kafsha më e shëmtuar në botë shpallet peshku i vitit në Zelandën e Re. Dikur e cilësuar kafsha më e shëmtuar në botë, peshku me njolla, ka bërë një rikthim mahnitës pasi ai është kurorzuar këtë javë si peshku i vitit në Zelandën e Re. Konkursi vjetor synon të risë ndërgjegjësimin për ujërat e ëmbla dhe jetën detare të Zelandës së Re dhe Blobfish pasi mori 1300 vota nga pothuajse 5500 gjithsej. Ai mori vendin e parë. Peshku gelatinoz jeton në thellësi të detit dhe rritet deri në 30 cm në gjatësi. Gjendet kryesisht në brigjet e Australisë ku jeton në thellësinë 600-1200 metër. Sipas shkencëtarëve në habitatin e tij, ai duket si një peshk me formë të rregullt kur kapet dhe sillet me shpejtësi në sipërfaqen e ujit. Trupi i tij deformohet në formën e tij karakteristike të butë dhe pikërisht kjo i ka dhënë atij titullin si një ndër krijesat më të shëmtuara në botë.